YouTuberi i famshëm Mr Beast ka realizuar së fundmi një giveaway duke shpërndar 500.000 euro për 10 ndjekës fatlum. Gara, e cila u zhvillua përmes një postimi në rrjetet sociale, mblodhi mbi 7 milion komente, por vetëm 10 persona u përzgjodhën në mënyrë të rastësishme. Fituesi 10 i kësaj gare rezultoi të jetë njëri nga Kosova, Shqiprim Rexhaj. Në një intervistë për Prive, Shqiprimi rrëfen se gjithçka ndodhi krejt rastësisht, edhe se fillimisht nuk i besoi lajmit. Ai tregon se nuk ishte ndjekës si Mr Beast dhe se ishte vëllai i tij ai që e shtyu të merrte pjesë në garë, pasi veti kishte dëgjuar vetëm emrin e YouTuberit. Pas pak ditësh, ai mori një mesazh zyrtar nga Mr Beast dhe ekipi i tij duke informuar se ishte njëri prej fituesve dhe më pas ndoqi të gjitha procedurat për ta marrë shpërblimin. Shqiprimi shprehet se kjo shumë e parave i erdhi në momentin e duhur, pasi së bashku me vëllain e tij ka nisur një biznes të ri, një akademi për përkthime dhe kurse të gjuhëve të huaja. Ai shton se të gjitha parat do të investojë në zhvillimin e këtij projekti.